Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjafton një lugë u thullmolle para se të flini dhe do ju ndryshoj jetën. Lajmi se uthulla është e shkëlqyer për shëndetin ka marrë dhënë, por ky produkt të befason çdo ditë. Kur vjen puna tek uthulla ka gjithmonë një dilemë e cila ka të bëjë kryesisht me kohën kur uthulla duhet pirë. Shumë njerëz rekomandojnë pirjen e uthullës në mëngjes, mundësisht me stomakun bosh. Të tjerë betohen për të mirat që vijnë, në qoftë se uthulla duhet pirë çdo mbrëmje. Në shumicën e rasteve, sistemi tretës nuk arrin të përballojë diçka më shumë se kafeja apo tërshëra dhe për uthullën as që bëhet fjalë. Ekspertët bien dakord se efikasiteti i uthullës, kryesisht asaj të mollës, varet jo vetëm nga koha kur e pini, por edhe nga mënyra se si e përballon dhe e kërkon trupi. Këtu ju do të gjeni të listuar disa nga përfitimet të cilat vijnë nëse do të pini uthull molle përpara se të shtriheni për të fjetur. Uthulla stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Studime shkencore kanë treguar se pirja e uthullës përpara gjumit mund të jetë jashtëzakonisht mirëbërëse për pacientët e diagnostikuar me diabet. Një studim i Arizona State University tregoi se pirja e 2 lugë gjelle me uthull molle para gjumit dhe pak djathë së bashku me ilaçet e diabetit ulte ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak të nesërmen. Uthulla shëron edhe fytin e thatë. Gjatë stinës së ftohtë të dimrit, gjasat që ju të prekeni nga simptomat e gripit dhe të ftorës janë vërtet të mëdha. Bakteret përgjegjëse të cilat e përthajnë fytin shkatërohen nga aciditeti i uthullës së mollës. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një glënke me uthull molle deri në 1 orë përpara gjumit që në mëngjes të jeni si kokra e mollës. Uthulla për një gjumë të mirë. Gjumi është i domosdoshëm për të përballuar me sukses sfidat e ditës. Sekreti i një nate të qetë dhe një gjumi të patrazuar mund të jetë uthulla e mollës. Një lugë gjelle me uthull molle të shkrirë në një gotë me ujë dhe mjalt ju vë në gjumë. Kundër erës së keqe të gojës. Era e keqe e gojës mund të jetë e tmerrshme në mëngjes. Era e keqe e gojës mund të parandalohet duke pirë një lugë çaj me uthull në mbrëmje për të shkatëruar bakteret të cilat lulëzojnë në gojë. Uthulla gjithashtu zhbllokon hundët. Pamundësia e të thithurit ajër përmes hundës është vërtet e tmerrshme. Uthulla ju vjen në ndihmë për të zhbllokuar hundët dhe rrugët e frymëmarrjes, sepse është e pasur me kalium, magnez, vitamina A, B1, B2 dhe E. Shtoni një lugë çaj me uthull molle në një gotë me ujë dhe pijeni ngadalë përpara gjumit. Uthulla gjithashtu ndihmon tretjen. Në qoftë se zgjoheni në mëngjes me dhimbje abdominale, fajin e ka tretja. Ky lëng fantastik zgjidh problemet me tretjen, zorrët dhe urthin. Pini një lugë çaj me uthull molle të tretur në një gotë me ujë përpara se të flini. Me gjithë këto të mira, uthulla e mollës nuk duhet të mungojë në sirtarin tuaj të kuzhinës. Vetit e mira të uthullës së mollës i di më shumë mirë, por ka edhe nga ato të cilat nuk janë aq të njohura. Këtu ju do të mësoni të gjitha vetit e uthullës nëse do t'i përdorni siç duhet, të paktën të pini një lugë çaj para gjumit. Trajtoni dhimbjen e fytit me uthull molle. Uthulla e mollës ka një efekt bakterial. Thjesht ju duhet të pini një lugë çaj uthull molle 1 orë përpara se ju të shkoni në shtrat dhe më pas një lugë tjetër gjysmë ore tjetër para gjumit. Konsumojeni lëngun e fundit pak para se të shkoni në shtrat. Shpëtoni nga fryma e pakëndshme e mëngjesit. Uthulla e mollës vret bakteret të cilat shkaktojnë
erën e keqe të gojës. Rivendosni acidin në stomak duke përzier një lugë çaj uthullmolle me ujë dhe duke pirë këtë tretësirë 1 orë përpara gjumit. Parandaloni dispepsin. Përzieni një lugë çaj uthullmolle me pak mjalt dhe ujë dhe konsumoni gjysmë ore përpara se ju të shkoni në shtrat. Sheqeri i lartë në gjak është shkaku më i zakonshëm i pagjumësisë. Uthulla e mollës rrit ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ul nivelin e sheqerit në gjak. Pak para se të shkoni në shtrat, konsumoni 2 lugë çaj uthullmolle. Para se ta provoni këtë metodë, konsultohuni me një mjek, veçanërisht nëse jeni duke përdorur ilaçe për diabetin. Shpëtoni nga dhimbjet e barkut. Hidhni 1 lugë çaj me uthullmolle në një gotë me ujë të ngrohtë dhe do të shpëtoni nga dhimbjet e barkut. Lemza mund të largohet me shijen e hidhur të uthullës. Mjafton të pini 1 lugë çaj uthullmolle organike kur të filloni lemzën. Shpëtoni nga alergjitë. Në qoftë se dëshironi që të zgjidhni problemet me alergjitë, atëherë jo duhet që të përzieni 1 lugë çaj me uthullmolle në një gotë me ujë dhe konsumojeni këtë përzierje pak para se të shkoni në shtrat. Ndihmon me urinë. Nëse ndiheni të uritur përpara se të flini, thjesht konsumoni ujë me 1 lugë çaj uthullmolle në vend të ushqimeve me shumë kalori. Digjni gjithçka që keni ngrënë gjatë ditës me pijen me uthullmolle, por gjithmonë keni parasysh që ta pini uthullën të tretur në ujë, asnjëherë ashtu siç është e papërpunuar. Uthulla e mollës më së shumti përdoret për t'i shtuar shije gatimeve tuaja, por megjithatë, ky acid është shumë më i mirë se vetëm një produkt ushqimor. Ai ka edhe disa role alternative që mund të plotësojnë jetën tonë. Uthulla zbut lëkurën pas depilimit. Holloni uthull me një pjesë ujë dhe aplikojeni. Mos u shqetësoni, era do të zbehet. Pastroni shtëpinë tuaj. Shtoni një pjesë të uthullës së mollës në një pjesë ujë. Hidheni në një shishe me Sprite dhe përdoreni në vend të larsit që blini në market. Thuajini lam të mirë lemzës. Është një sëmundje që është e lodhshme. Provoni 1 lugë çaj uthullmolle. Ne ju sugjerojmë se uthulla mund të stimulojë nervat në fëtë që mund të zhduknin lemzën e bezdishme, sipas studimeve të ekspertëve. Ndihmon në një stomak të shqetësuar. Kjo mund të tingëllojë çuditshëm, por provoni të pini pak uthullmolle dhe ujë për të qetësuar stomakun. Kjo është veçanërisht e dobishme nëse keni ndonjë infeksion bakterial. Ju gjithashtu mund të përzieni atë me lëng molle për të zbutur shijen. Trajtoni këmbët e sportistëve. Kërpudhat kanë atë që zakonisht quhet këmba e atletit, e cila nga stërvitje të shumta bën që njerëzit të vuajnë nga kruajtjet, djegjet në lëkurë dhe gjithashtu uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e dhimbjes dhe të vrasë kërpudhat. Sipas ekspertëve, i duhet që të fusni këmbët tuaja të infektuara në një tas me uthull 10 deri në 30 minuta. Nëse djeg, hiqeni këmbën dhe shtoni pak ujë për ta zbutur atë. Pastaj provojeni sërish. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.